Rastet me HIV në Elbasan kanë shënuar rritje këtë vit. Vetëm gjatë vitit 2025 janë konfirmuar 12 raste të reja të personave HIV pozitiv, krahasuar me 9 raste të regjistruara vitin e kaluar. Përgjegjësia e zyrës së Këshillimit, Elena Bibaja, thekson se mënyra kryesore e transmetimit mbeten marrëdhëniet seksuale të pambrojtura, ndërsa meshkujt përbëjnë numrin më të lartë të prekurve ndër vite në qarkun e Elbasanit. Atëherë, gjatë këtij viti, themi që situata është në monitori, duke krahasuar nga viti 2024, kemi pasur rritje të numrit të personave të infektuar me HIV. Në 2024 kemi pasur 9 persona të infektuar me HIV, kurse gjatë vitit 2025, 12 persona të infektuar me HIV. Dhe kryesisht rruga e transmetimit është nga marrëdhëniet seksuale të pambrojtura. Për sa i përket qytetit e Elbasanit, janë 136 raste të infektuar me virusin HIV, prej të cilëve 53 janë femra dhe 83 janë meshkuj. Pra, predominon rruga seksuale, pra nga marrëdhënie seksuale të pambrojtura. Përveç transmetimit përmes marrëdhënieve seksuale tradicionale të pambrojtura, një përqindje e konsiderueshme e rasteve të këtij viti lidhet me marrëdhëniet homoseksuale, si dhe me përdorimin e shiringave për injektimin e lëndëve narkotike. Po, përveç marrëdhënieve seksuale, tjera është nga një gjak i infektuar, për shembull kryesisht ndodh tek personat që përdorin substanca narkotike, për shembull një shering, nëse një person është infektuar, nëse merr këtë mjekime, nëse merr lëndë narkotike me shering dhe këtë shering e përdorin dhe personat të tjerë, atëherë automatikisht infektohen edhe personat e tjerë. Pastaj është nga nëna tek fëmia gjatë shtatzanisë, por që nuk kemi pasur raste të tilla. Kryesisht janë pra dhe personat të cilët shkojnë, meshkujt që shkojnë me meshkuj, që kryejnë marrëdhënie seksuale me meshkuj, këto janë ato grupet të cilat janë të infektuar me HIV. Aktualisht në Elbasan rezultojnë 136 persona të diagnostikuar me HIV/AIDS, prej cilëve 53 janë femra dhe 83 meshkuj.